Një emision të lirë, mujna me bu pak hajgore me morë, po ta shtja po... Se ceke, nuk e ceke që bu në hajgore, Ty mos ka pagu dikush me më kritiku mu, në bosë bjemnet. Ja, Benjamin e thajt, pra që thajt, me ndimi ytis, do të që... One apet as që tërhish në bile për ati, na me ditë që ku me ditë që ka më bo. Po ta që ke bu hajgore, as ke bu, të herë po tu hajgore. Unë e thamë që shdu. Pjesën e përgjësëm, kjo e tha që mund me pas. Që na e dim që mund me pas. Kjo e ta po afirmative. Farubi të analizu të që ka do Benjamin. Ska lidi Farubi, më është me përgjësu të për asni gjos më është me përgjësu njerës. As më është me unë që janë këtë njerës të mirë, as më është me unë që këtë njerës të mirë. Për tradisë, për jetën socialit njerës dhe të mrejgu. Po kjo ti e vlerë, nuk kemi ditë që sheme në jone. Ose që shë thash? Unë e ngova që shë thohet, e thohet mjërë si burdushe magjistore. Unë ajo të bistak fërua, ma ngu të vëre që ato që... Pe din që shë ty, po të abojnë që ma banen mu, jesë ki thonë, jesë tam, jesë thama. Përse që kanë thonë? Që ako kanë mëre të... Kesh të thonë. Kesh të thonë. është shumë mirë që ka orë një ku, që gratë mujnë me punu, mujnë mu shkollu, mujnë me vendus për vetën e vetë, mos misu nuk kërkush edhe që kjo është. Jam kunder për përsëris edhe njerë asajt që një pjesë e caktume, si e burra, si e grave, i prishin familjet. Aja nuk ka arsyetim në asnjë aspekt. Kështu që për çdo familje që e kanë të shëndush, jam pro aty në seneve. Ato që bojnë politika mrena për mrena familjeve, jo nona, jo nuse, jo vjera, jo aj, më the thash, ato... A banë me folë veç paka, jena të folë për traditë. Që kjo nuk është traditë. Që për me volë, po tash Benjamini ke të folë Faruk. Na po flasëm për traditash. Nëse flasëm për traditë, gruaja shqiptare është shumë e fortë. Nuk është këtu shka po diskutohet. Edhe është shtylla shtëpisë. Burrat kanë shku në luftë shpesh herë, gruaja ka rujt shtëpinë. I ka rujt fëmijët vetë. Qajo tradit që na, do me do për shkak të aty në kushte, duhet dy gjujnë me ra para sakrificës tyne, që thejmë ne me i kapelen për punën që e kanë bo. Kjo është tradita e mirë shqiptare që ka qenë atë ku. Shqysh zote që s'ka nevoj tash, do me thome përjetu gruja ato. Po prap gruja shtylla shtëpisë, prap gruja që punon edhe atje në shtetë, po vjen edhe në shtëpi kryjnë këtë punë, është e vërtet. Se ne flasim, ne thojmë duhet, po shumicën e era, do me thonë, ose të raste grati kryjnë atë punë, do me thonë, se janë, do me thonë, matë kanë borën matë modë me ne kanë borën matë modë në familje, gruja është shtylla shtëpisë. Ta shpënojnë edhe kryjnë punë të shtëpisë. Këtu 20 minuta o folë, mas paku, do me thonë, që është gruja prish familjen. Jo, gruja shqiptare është shtylla shtëpisë. Edhe për këto, na si burra në këtë rast, duhet, do me thonë, më konë krenar për gru shqiptare. Për ato gratë që janë gratë, për ato gratë gruja shqiptare për gjithësi. Edhe ka do me thonë, ka të mek. Për ato gratë që janë gratë mira, shumë respekt. Për gratë drejqen, s'ki që kam i bo. Ka raste specifike, mare kur njeri... Jo, veç pa ka dhe burra shumë